Drejtoria e përgjithshme e transportit rrugor është padyshim një nga ndërmarrjet më të suksesshme të Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë. Në vitet e fundit, ajo ka shënuar një sër inovacionesh duke bërë shërbimin ton ndaj qytetarëve për sa i përket transportit rrugor shumë më të shpejtë, pra efikas në kohë, por nga ana tjetër inovator. Blendi Gonxhe dhe Ilir Mëngra kanë bërë një punë të gjatë dhe të shkëlqyer duke vendosur bazat për sa i përket DPSHTR-s. Por tani stafeta do t'i kalojë Kreshnik Bayraktarit, një inxhinier mekanik me një eksperiencë të gjatë në administratën publike dhe mbi të gjitha në transport. Për mua është një një privilegj që të punoj dhe të drejtoj DPSHTR-n, gjithashtu të kontribuoj në politikat e transportit, në ndërheqjen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe vizionit e qeverisë shqiptare. Padyshim, kemi shumë punë për të bërë, sepse tashmë ne na duhet që të përafrojmë të gjithë kuadrin tonë ligjor me Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, vizioni i Shqipërisë 2030 është për të gjithë ne një nga qëllimet kryesore dhe DPSHTR-ja duhet të jetë flamurtare e këtij procesi.